Uroj t'jeni mirë edhe t'jeni duke kaluar sa më lehtë me agjerimin dhe jemi sot 14 mars, live 14 me Nada Dostin. E prezantova pak te posti, Nada përveç se është gazetare, është autore, është edhe doktorante, domethënë vazhdon studimet për doktoraturë në Turqi, është nga Durrësi dhe është produkti i medresesë së Durrësit, si ajo dhe shumë vajza të tjera që kanë qenë pjesë e live-it janë produkte të medresesë, të themi të ekselencës së medresesë dhe u aleikum selam Eri. Janë nga ato vajzat që po bëjnë ndryshimin, nëse ne të tjerët që nuk kemi produkti medreses, nuk kemi këtë bazën të themi fetare të fortë, vajzat si Nada e kanë këtë pjesë shumë të konsoliduar, pra. Përveç mirë, unë jam energjike, shumë energjike, shpresoj të ta ngjis pak edhe ty, se di që nuk je të mirë. Mashallah. Unë për momentin nuk të shoh, po megjithatë të vazhdojmë, s'është problem. Më ka ndodhur edhe një herë që unë nuk e shifja dikë. Të pyesim këto që po na ndjekin, na shihni të dyjave? Nëse ato na shohin të dyjave, është okay. As komentet nuk i shoh, po I shikoj unë nëse ka ndonjë, ishte një shoqja jote, po, neve na shikojnë të dyja, kështu që jemi okay. Është Eri, një shoqja jote medreses që mezi e priste live-in. Okay, tani po. Po ju shikojmë, okay, në rregull. Edhe Jurita na konfirmon, shikojeni të dyja. Në rregull, filloj me njëherë, pra. Unë bëra prezantimin dhe aty kur po krijoja atë postin, që duhet të përdor vetëm një fjalë ose dy maksimumi për të prezantuar, nuk dija çfarë të vendosja. Gazetare, autore, bashkëthemeluese e portalit muslimania.al që zë mjaftueshëm kohë edhe jam e bindur domethënë në ditën tënde po dhe në projekte të rëndësishme zë mjaftueshëm kohë, je bashkëshorte, nënë e një djali dhe vazhdon studimet për doktoraturë, përtej këtyre je dhe hartuese e projektit të islamofobisë, për cilin do na flasësh pak më gjatë, në rajon. Kështu nuk dukesh shumë e urtë, shumë e vetë përmbajtur, ama bën gjithë këto gjëra kaq të bukura, edhe me peshë, përveç se të bukura, janë me peshë, kanë dhe shumë rëndësi, sidomos unë e përmenda pak kur të prezantova muslimania.al, ka qenë një pikë referimi shumë e mirë, një zë që ju është dhënë vajzave muslimane ndër vite. Për mendimin tim ka pasur impakt shumë pozitiv në rritje dhe fuqizimin e gruas, po edhe në motivimin e saj, sepse unë nëse shikoj një motër që po thyen një rekord Guinness, se po unë çfarë po bëj? Fjala bie. Harrova besoj ndonjë gjë me siguri. Jo. Po më thuaj, si e gjen kohën për të gjitha, Nada? Si e gjen balancën, si e menaxhon, domethënë që t'jesh aktive në shumë sfera pa i prishur ato ekuilibrat, pa lënë pas dore familjen, po pa lënë pas dore as veten, pa lënë pas dore as karrierën. Më trego pak. E para, unë nuk e gjej kohën, por bëj kohë. Domethënë me kuptimin që kur përsaktoj objektiva, bëj dhe llogaritë e mia, se sa kjo gjë, për shembull kjo nisëm, ky projekt, apo propozim punë qoftë, sa kohë do më marri, sa energji do më marri nga koha ime. Në fillim, hapi parë, e diskutoj me tim shoq, shoqja mendimi ka ai, është në gjendje të më mbështes ose jo, sepse jo gjithmonë e ka mundësi më të doj, por mund të mos ketë mundësi. E dyta pastaj, nëse ai thotë për shembull që nuk ka mundësi të më mbështes, ndërmarr hapin e dytë që është të bëj llogaritë me veten time, e peshoj çështjen, punën, propozimin, e peshoj a do ja vlej balën që ra ose jo. Në këtë fazë
analizoj angazhimet e tjera që kam gjatë kësaj periudhe kohe, për shembull, aktualisht po bëj një punë part-time, po bëj dhe doktoraturën, dhe e pyes veten, për shembull, a kam unë aktualisht kohë, nerva, energji apo dëshirë të pranoj ndonjë projekt tjetër apo ndonjë propozim, ku di unë, apo të nis një libër tjetër, po ose jo. Domethënë bëj këto pyetje vetes. Nëse më vjen një propozim, një punë freelancer ekstra për shembull, për te këtyre angazhimeve që kam, që nuk më merr shumë kohë, mund ta bëj për shembull gjatë pushimit të drekës, tek puna, ose mund gjes paku një orë, mbasi gjithë kanë rënë për të fjetur, dhe të merrem me të, më të merrem me këtë projektin, domethënë, nëse po, okay, e pranoj. Nëse jo, atëherë nuk e pranoj. Pra duket sikur jam duke bërë shumë gjëra, por realisht nuk i bëj gjitha në tjetër kohë, sepse unë mendoj që është mit, nuk është e vërtetë ajo puna që krahat janë multitasker. Unë mendoj se kjo është më shumë e fryrë nga sistemi, nga meshku që duan të shfrytëzojnë gratë. Kështu që sepse të bësh të qenë multitasking, të bësh shumë gjëra në tjetër kohë, realisht multitasking nga halli, a? Pikërisht. Të merr shumë energji, të thith energji, të merr kohë, të merr ti pastaj fillon i hyn hak vetes, i hyn hak personave që ke nën kujdesin tënde, i hyn hak punëve tjera, angazhimeve tjera. Kështu që unë i bëj domethënë me duke parë angazhimet që kam, nuk i bëj gjitha në tjetër kohë, po i bëj pak nga pak, avash, çdo gjë me kohën e vet. Unë alhamdulillah, fatkeqësisht, nuk kam pasur ndonjë mbështetje të vazhdueshme nga rreth i afër, sepse jam kurbet, jam larg. Ndryshe domethënë nga gratë që janë në vendin e tyre që kanë familje apo gratë fisit që ndihmojnë. Po dhe këtu ku jam, mikeshat që kam ose janë studente, pra kanë edhe ato angazhimet e tyre, ose për shembull nuk ju jepet urësh fjala bie kur vjen puna për të kujdes për fëmijë, ose punë që studente, domethënë që kur nuk je nën vet ose kur nuk je kur shtëpi vet, domethënë nuk t'jepet për të bërë domethënë këtë lloj punë. Ose kam mikeshe që kanë 3 fëmijë për vete, kështu që nuk kam as gojë t'ju kërkoj ndihmë, sepse kanë edhe ato domethënë 3 fish angazhime më shumë se unë, edhe ato janë vetëm, edhe ato janë pa mbështetje, pa përkrahje, kështu që sado që përpiqemi të ndihmojmë njëra tjetrën. Normalisht në raste ekstreme nuk po them, nuk duhet ta mohoj faktin që në raste urgjence, për shembull kam pasur një udhtim jashtë qytetit, jashtë vendi, kam pasur provime, kam lënë djalin tek ata, më kanë ndihmuar, më kanë mbështetur domethënë këtë pjesë. Im shoh që realisht nuk ka qenë ndihmë, mbështetje, jo sepse nuk ka dashur, po sepse s'ka mundur. Domethënë edhe ai është të ka angazhim. Eta dhe ai. Normalisht, po, domethënë edhe ai bën një doktoratur, edhe ai po bën për kundërme që kam punën part-time, ai e ka full-time, punën e ka gati një orë larg, për të shkuar një orë për të ardhur. Kështu që thuaj se gjithë pare shtëpisë, se fëmijë, se burokracive më ka rënë mua. Përsëri domethënë flas për ndihmën e përditshme, për mbështetjen e përditshme, sepse kur ka qenë puna për të udhëtuar jashtë qytetit, jashtë Ankaras, jashtë Turqisë, për umre ose për trajnime e tjerë, domethënë për një javë ose maksimum 2 javë, normalisht me tim shoqe kam lënë. Dhe për t'ju rikthyr pyetjes se si ata domethënë, siç thash nuk u marr shumë angazhime në tjetër kohë e para, që mos përfundoj pasaj shkatruar e lodhur edhe duke hyrë në hak vetes edhe të tjerëve. Dhe kur pranoj disa projekte, jashtë angazhimeve të mia e bëj pastaj me sakrifica, pra duke sakrifikuar ose nga gjumi im, ose nga rutina dhe rehatia e tim shoqit dhe tim birit. Okej. Pra, çdo gjë me sakrificë, nuk vjen asnjë gjë vet, asnjë gjë nuk të stërpiret në pjatë, kështu që normalisht kjo është e kuptueshme, por kur e bëjnë të tjerët, duket shumë lehtë. Kur e bën Nada, për shembull, duket shumë lehtë. Dhe Nada ka sakrifica pas, edhe unë dua që edhe kjo pjesë të tregojë dhe të vërehet. Prej vitesh je hartuese pra e raportit të islamofobisë në rajon. Më fol pak më shumë për këtë projekt. Ke pasur dhe dalje në media, edhe ke shpjeguar, edhe të gjithë çuditën, ua, pse kemi ne islamofobi?
Më trego pak, si funksionon ky raporti, si bëhet hartimi dhe si janë rezultatet. Atëherë raporti ndërkombëtar evropian i islamofobisë është një nisëmuar nga një think tank turk që quhet VETA, më pas u ndërpret të vazhduar nga një institut austriak, Leopold Weiss. Ka redaktor profesor doktor Farid Hafës, që më duket është në origjinë austriake, dhe Enes Bayrakli, që është turk. Është themeluar në vitin 2015, mirë po unë ju bashkangjitam vetëm në vitin 2019, një projekt 3 vjeçar, domethënë më besua hartimi hartimi për përpilimi i islamofobisë në Shqipëri, pra unë jam bashkëautore e këtij, domethënë raporti ndërkombëtar, bashkëautore për Shqipërinë. Dhe e kam bërë për vitin 2019, 2020 dhe 2021. Mirë po, si që përmenda dhe më herët, që unë nuk marrë shumë gjëra në titën kohë, asaj kohë, do të thënë gjatë këtyre viteve, gjatë këtyre 3 viteve që kam pranuar raportin, kam qenë pa punë, kam qenë thjesht në shkollë, dhe merresha vetëm me freelancer. Dhe kjo më duk një mundësi e mirë për ta ngritur dhe nivelin e islamofobisë, e luftës ndaj luftimit të islamofobisë në një grad pak më profesionale, gjë të cilën ti e di, domethënë unë jam atë për vitesh, por deri atëherë vetëm jepja intervista dhe shkruaja artikuj lidhe me islamofobinë në Shqipëri. Dhe pse ky raport, siç e përmendet edhe titulli, ka njerëz që e mohojnë, njerëzit madje edhe vetë muslimanët nuk janë vetëdijshëm për ekzistencën dhe rrezikun e islamofobisë në Shqipëri. Madje para disa ditësh po dëgjoja një intervistë një vajzë muslimane me Shami, ku thoshte që Shamia nuk është pengesë për asgjë, dhe gratë me Shamia vetëm se vetë viktimizohen, por realisht nëse janë refuzuar nga i vend pune që kanë aplikuar, thjesht kanë qenë pakta vetë, ose se kanë merituar në pozicion. Kur në fakt nuk është ashtu, sepse raporti tregon raste, tregon denoncime të individësh konkret, që kanë fakte dhe argumente që janë refuzuar ekskluzivisht vetëm për shkak të Shamisë. Dhe unë vetë, do të thënë për media dhe publikisht, kam denoncuar raste personale që më kanë ndodhur mua vetë. Pra raporti tregon, në raport tregon këto denoncimet të rasteve të islamofobisë në sektore të ndryshme, në fusha të ndryshme, në media, në punësim, në arsimim e tjerë. Kjo do me thënë mjafton për të kuptuar sa islamofobia, sa urrejtje ka sa ndaj islamit ose ndaj femrave muslimane, sidomos me Shami, mjafton të shkosh në YouTube, poshtë videove dhe daljeve të natës nëpër emisione të ndryshme, qoftë për të folur për raportin, qoftë për të folur për situatën në Turqi që kërkoi për shembull kur ndodhi tërmeti dhe kërkonin gazetar për të raportuar ngjarjet nga Karaja, dhe aty bërej, do me thënë se sa islamofobi ka, se sa komente urrejtje ka ndaj vajzave dhe grave me Shami. Më thuaj pak ti si në fillimet e tua, do të thënë tani e bërë pro, mashallah, si ke përjetuar këto komentet negative dhe këtë urrejtjen pak të njohur, pa ditur asgjë rreth teje, thjesht për pamjen tënde, sepse aty në këto komente nuk është se ti po gjykohesh ti profesioniste, për shembull që ti nuk di ta bësh punën si gazetare. Jo, ti po gjykohesh thjesht si person, si një vajzë muslimane që mban Shami